Nga përvoja klinike, hasim shumë shpesh klient, adoleshent që kanë përjetuar bullizmin, mirë po nuk e kanë raportuar me kohë, vetëm në rastin kur simptomatologjia e tyre është bë e papërballueshme. Përveç sjelljes problematike, përveç rezultatit të dobët në mësime, përveç përjetimeve emocionale jo të mira, jo të këndshme, kemi edhe adoleshent që kanë përjetu vetëlëndimin apo forma të ndryshme të vetëlëndimit, mirë po fatmirësisht me mbështetjen e familjes, me mbështetjen e shkollës, me mbështetjen nga shërbimet psikologjike, kanë arritur t'ja dalin dhe ta ndalojnë bullizuesin, sikurse edhe të merren me shërimin e vetes tyre, duke ndikuar në ngritjen e vetëvlerësimit dhe vetbesimit tyre, duke ndihmuar në trajtimin e çështjeve qoftë sjelljes, qoftë problemeve emocionale.